Nazmi Gripshi do të duhet të presë ende për të debutuar me kombëtaren shqiptare. Ish futbollisti i Skënderbeut u grumbullua në limit për duelin me Serbinë, ndërsa do të zëvendësonte Adrian Pajazitin e dëmtuar, por siç duket Silvinho nuk e ka preferuar ta ketë në stol për duelin me Serbinë. Braziliani ka vendosur ta dërgojë në tribun duke bërë që Gripshi këtë përballje ta shikojë nga shkallët e stadiumit. I pabesueshëm ky vendim nga timonieri i kombëtares, i cili pavarësisht formës së mirë që po kalon me Astanën në Kazakistan dhe produktivitetin para portës plot 15 gola dhe 6 asiste në 24 ndeshje, sërish ka vendosur të mos mbështet të shërbimet e tij për këtë përballje. Kështu nga lista me 24 futbollistë, vetëm Gripshi ka përfunduar në tribun, teksa 23 lojtarët e tjerë do të jenë të gatshëm për brazilianin për sfidën kundër serbëve. Siç dihet, dueli me Serbinë do të luhet në orën 20:45 në Leskovac në stadiumin Dudočica dhe është i vlefshëm për grupin K në kualifikueset e Kupës së Botës.